Gjarpri po ndiqte xixëllonjen që ta hante. Për një moment, xixëllonja ndaloi dhe e pyeti gjarprin: "A jam unë në menyn e ushqimit tënd?" "Jo," i thot gjarpri. "Po mirë, çfarë të keqe të kam bërë? Të kam bërë ndonjë gjë?" "Jo," i thot gjarpri, "asgjë s'më ke bërë." "Po çfarë ke atëherë që don të më hash?" "Nuk duroj dot që ti shkëlqen," ju kthye gjarpri. Miku im i çmuar, disa njerëz janë njerëz të cilët nuk e durojnë dot që ti shkëlqen. Ndaj ata duan të të sulmojnë, e thurin, intriga, kurthe kundër teje. Të lutem, qëndro larg tyre dhe shkëlqe. Perëndia të ka krijuar në dritën e tij, qëndro në dritën e tij dhe ec me dritën e tij. Jam pastor Paulin Vileti, të uroj paqen, bekimin, mburojen, begatin, dashurinë pa kushtet Perëndis dhe favorin e pa merituar. Në fakt, miku im i çmuar, shumë herë më keni pyetur çfarë është favori i pa merituar. Është vetë Zoti Jezus, Perëndia i kthyer në njeri. Qof me ty dhe familjen tënde pra. Nëse ke dëshirë mund të bësh follow profilit tim e deri në videon tjetër. Mirupafshim.